Mirëmëngjes të gjithëve. Ka kënaqësinë t'ju uroj mirëseardhjen në këtë konferencë rajonale që e kemi titulluar Shërbimet e inspektimit të drejtësisë dhe sfidat e integrimit. Për 2 ditë në këtë sallë kemi bërë bashkë institucionet drejtësisë dhe trupat inspektimit disiplinor që merren pikërisht me shkeljet e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Dhe ju uroj mirëseardhjen delegacioneve nga Beogradi, Podgorica, Prishtina, Sarajeva, Shkupi dhe natyrisht edhe Tirana. Mirëseardhje të gjithë. Në 2 ditë secili do të kemi mundësi të diskutojmë rreth temave qendrore që kemi përpara në agjendë, por natyrisht sesioni i parë do të jetë ai i përshëndetjeve. Dhe dua vetëm të theksoj se një organizim i tillë, kaq ambicioz, nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen e prezencës së OSBE-s në Shqipëri, mbështetjen jo vetëm logjistike të saj, dhe natyrisht të ambasadorit zotit Misha Karan dhe delegacioni i OSBE-s sot në Shqipëri në fjalën përshëndetje në hyrje të këtij takimi do të përfaqësohet nga zoti Mauro Puccio, që është kreu i Departamentit për Shtetin e Drejtës dhe Drejtat e Njeriut. Mauro, fjala për ju. Thank you very much. Faleminderit shumë Mimoza. Së pari duhet të ambasadorit i cili të pa mundur të thotë, por kam përshtypjen të ta mundin që kohet me në orët në vijim, ndërkohë ndërruar të Rusja, ndërkohë zonja Bogdani, të ndërruar kam kënaqësi hap të përshtatës. Para të lloj së bashku me inspektorin e lartë të drejtësisë Mesani dhe me partnerët tanë të drejtësisë, zoti Rusi dhe Bogdani. Është kënaqësi të mirëpresim një grup të shuar dhe të armiqëm të profesionistëve të drejtësisë nga 6 jurisdikcione të konferencë. Kjo konferencë është një mundësi e shkëlqyer duar në diskutim kuptim plot e Nia ju tregon për vështrimin e thellë për të mirëmbajtur standardet më të larta të drejtësisë. Viti tjetër shënon 10 vjetor e reformës të drejtësisë që filloi në 2018 këtu në Tiranë, që ishte një patime në luftën kundër korrupsionit dhe kjo si dhe institucionet e pavarura, si dhe për të rritur përgjegjësinë dhe pranshmërinë në gjithësor, për të rritur interesin publik dhe besimin e publikut të sistemit drejtësisë. Ndikimi i reformës në drejtësi shkon tej të thjeshtë, sepse është një kthim tek vlerat themelore të drejtësisë. Përmes kriteritetet e atyre që çojnë përpara. Kredibiliteti është kyç për besimin publik, si në sistemin e drejtësisë ashtu edhe në sistemin e reformave. Kjo është pjesë e realitetit rinovuar i shpresës. Si dhe vlerat reforma e drejtësisë, si reforma është një moment, por është një përpjekje gjatë kohë, duhet të qëndrueshme, gjithashtu duhet të përshtatet me sfidat e reja dhe të fokusohet në trajtimin e një sistemi drejtësie që u shërben të gjithë qytetarëve në mënyrë të drejtë dhe transparente. Një shembull i qartë i nevojës është numri i vakantëve në gjyqësor. Shembull, institucionet e drejtësisë arritur shumë suksese, akoma sfida. Inspektori i lartë i drejtësisë për shembull funksionon vetëm në gjysmën e inspektorit që parashikuar cilat me si ekspert dhe ne si prezencë e OSBE-s jemi këtu në we hope also that this event will provide a valuable opportunity to exchange views, share experiences and identify challenges and opportunities. В isto vrijeme osnažiti odnose institutions that are present today at this conference.
On this note, I must not fail to mention the important role of the OSCE missions in Southeastern Europe, because we all play an important role in the justice sector in the region. And for this particular presence, they all play prezencë pra gjithë without your support and engagement, we would not have been dhe angazhimin tuaj, për ne ishte pamundur të mbjellim këtu në Tiranë një nivel kaq të lartë ekspertësh dhe profesionistës së drejtësisë. Faleminderit shumë Jon, faleminderit shumë edhe inspektorit të drejtësisë. I wish you a very fruitful discussion. Thank you very much. Faleminderit Mauro. Siç e tha edhe përfaqësuesi i OSBE-s, ideja e një organizimi të tillë ka lidhur me inspektori i lartë i drejtësisë në fakt, i cili prej 2 vitesh e ka diskutuar këtë ide me partner dhe aktor dhe të jashtëm të vendit tonë, madje ka dhënë apostati edhe turimi sa mënyrë të përgatitjes së kësaj konference, që ka pasur specifikat e veta. Kam përgjigjë jam fjalën inspektorit të lartë drejtësisë, zoti Dr. Metani, zoti Metani fjalë për ju. Punimet e kësaj konference vizitor rajonale me kolegë të drejtësisë nga Beogradi, Podgorica, Prishtina, Sarajeva, Shkupi dhe Tirana. Ishte një ndër e hershme një organizim i tillë prej gati 2 vitesh që e kanë ndarë me kolegë të ndryshëm në sistemin e partnerë ndërkombëtar, që për shkëmbimet të vizitave të para në Podgoricë dhe Tiranë, në Prishtinë dhe në Shkup, gati 2 vite përpara, lindi natyrshëm ndjesia për të takuar me homolog të rajonit, për të njohur me përvojat e njëri tjetrit dhe për të shkëmbyer pikpamjet tona për vizionin e standardeve profesionale që duhet të ofrojnë shërbimet tona të inspektimit. Natyrisht kjo kërkonte angazhim të madh dhe në fakt ekzekutoi i tillë edhe nga pikpamja koordinuese dhe organizative. Prandaj dua shpreh mirënjohjen e veçantë për ambasadorin e OSBE-s në Shqipëri, zotin Michel Taran, që u përgjigj pozitivisht kësaj ide dhe që bashkë me stafin e tij dhe me ambasadorët e misioneve të OSBE-s në Beograd, Podgoricë, Prishtinë, Sarajevo dhe Shkup mundsuan ardhjen në Tiranë të delegacioneve të nacionalit vend i rajonit tonë. Ju falenderit gjithë. Teksa shoh këtë pjesëmarrjen tim edhe më i bindur se një organizim kaq ambicioz ka vlerë për gjithë ne dhe duhet fillimi i bashkëpunimit të pritshëm institucional 2 palësh dhe shumë palësh. Ky takim është konceptuar si një takim profesionistësh që ndajnë përvoja, trajtojnë sfida dhe psejojnë dhe shqetësimet dhe diskutojnë rolin e tyre në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Që në ngjizje të kësaj ide, e kisha të qartë që institucionet tona kanë dallime funksionale dhe institucionale, sa i takon hetimit disiplinor dhe inspektimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Por besojmë ndajmë të njëjtin qëndrim se parasisht dallimeve, çka na bashkon në interesi për mirë administrimin e drejtësisë, për integritetin, pavarësinë, llogaridhënien e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Pra një sistem eficient drejtësie që ka besimin e publikut. Dhe institucionet si këto që ne përfaqësojmë kanë rol kryesor në këtë proces. Inspektori i lartë i drejtësisë Tiranë është një institucion i ri ngritur vetëm 5 vite gjysmë më parë, si organ kushtetues i pavarur që ka për detyrë funksionale verifikimin e ankesave, hetimin e shkeljeve disiplinore, fillimin e procedimit disiplinor ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjitha niveleve, antarëve të Këshillit Lart Gjyqësor, antarëve të Këshillit Lart Prokurorisë dhe prokurorit përgjithshëm, si dhe për inspektimin institucional të gjykatave dhe të zyrave të prokurorisë. Përpara vitit 2016, procesi disiplinor ka qenë ndarë në 3 institucione, tek Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Ministri i Drejtësisë dhe prokurori i përgjithshëm. Por me reformën e drejtësisë vitit 2016, u krijua një arkitekturë e re dhe kontrolli disiplinor si për gjyqtarët edhe për prokurorët i ka kaluar tashmë një institucion të vetëm dhe pavarur që është inspektori i lartë i drejtësisë. Sesioni pas ardhës do keni paraqitje më detajuar të funksioneve të rolit të inspektorit të lartë të drejtësisë. Forcimi i shtetit të së drejtës një gur themeli në shoqërinë demokratike, por edhe si dimension i rëndësishëm prezantues i secilit vend në kuadër procesit të integrimit të Bashkimit Evropian, janë prioriteti përbashkës i secilit prej nesh. Sot të gjitha vendet duhet të shtojnë përpjekje për forcimin e kësaj pavarësie, por nga ana tjetër edhe rritjen e efikasitetit dhe përgjegjësisë së organeve të sistemit drejtësisë, sepse të dyja nuk mund të ecin përveç së bashku. Sa më i përgjegjshëm një magjistrat, aq më i garantuar është qytetari për drejtat e veta. Sa më i pavarur magjistrati, aq më demokratikisht ecën shoqëria. Por dhe standardi i sistemit funksional llogaridhënës së magjistratëve e bën drejtësinë më eficiente. Në këtë kuadër, gjetja e balancës midis interesit publik për administrimin e drejtësisë nga një anë dhe pavarësisë magjistratëve nga ana tjetër, mbetet një sfidë permanente sepse pavarësia e magjistratëve dhe përgjegjësia e tyre janë vlera dinamike. Zhvillimet shoqërore sillen padyshime dhe transformimet shoqërore dhe ekonomike. Dhe raporti pavarësi-përgjegjësi mbetet përherë sfidë profesionale dhe institucionale.
Me këtë vendim shpresoj që të gjithë ne të gjejmë rrugën e duhur për të vendosur një komunikim profesional dhe institucional dhe bashkëpunuar duke identifikuar mundësitë e shkëmbimit të përvojave të njëri tjetrit. Të nderuar kolegë, drejtësia ka kontributin e vet në jetën dhe cilësinë e çdo shoqërie. Krijimi apo konsolidimi i shtetit të së drejtës nuk është proces i lehtë. Në çdo vend, ky është proces dinamik dhe në burrim të vazhdueshëm për gjetjen e mekanizmave të duhur, të cilat sigurojnë respektimin e një sër standardesh apo vlerash për një sistem drejtësie efikas, përgjithshëm dhe pavarur. Siç e ceka mosipër në vitin 2016, Shqipëria krijoi një reformë të thellë ligjore dhe institucionale në sistemin e drejtësisë, me ndërmarrje madhore që synoi përshtatjen me stadin e zhvillimit të shoqërisë, duke vënë theksin tek pavarësia e magjistratëve dhe angazhimin e përbashkët për të përmbushur pritshmëritë e qytetarëve, rritjen e besimit tek institucionet e drejtësisë. Sfida e zhvillimit dhe zbatimit të kësaj reforme është përgjegjësisë së parë e aktorëve të drejtësisë, e mëtej dhe institucioneve dhe pushteteve të tjera dhe padyshim shoqërisë. Zbatimi i kësaj reforme nuk është i lehtë, por as i pamundur dhe rezultatet e saj janë një indikator i rëndësishëm për vendimin tonë në negociatat me Bashkimin Evropian. Në këtë kuadër, një konferencë e sotme në Tiranë, me homolog të sistemin nga gjithë rajoni, mbi përvojat tona për edhe sfidat e integrimit nga perspektiva e institucioneve tona, mendoj se diskutimet që do zhvillojmë në këto 2 ditë me njëri tjetrin do shërbejnë si një kontribut real edhe për vizionin dhe punën e përditshme të institucionit të Inspektorit Lart të Drejtësisë në Tiranë, për të përshtatur në punën e përditshme të tij çdo praktikë të mirë që vjen nga shërbimet homologe. Respektimi i drejtave të njeriut, demokracia dhe shtetit të së drejtës përbën një aset kryesor për Bashkimin Evropian e përpasoj dhe për secilin nga ne, vendet aspirante. Për ndërshtrimin tim, kjo nuk duhet reflektohet thjesht si detyrë e kryer raportet e përditshme të progresit të vendeve tona, e së fundmi prej 2 vitesh edhe në raportin e Komisionit Evropian për shtetin e së drejtës, por kjo dinamik duhet parë si kontribut i secilit prej nesh së pari për shoqëritë e vendeve tona. Prandaj e konsideroj shumë të rëndësishme këtë aktivitet së bashku, sepse do kemi mundësi të ndajmë përvojën dhe perspektivën e secilit, të diskutojmë modelet më të mira të njëri tjetrit, si dhe pse jo të bashkëndojmë metodat e kontrollit dhe vlerësimit të institucioneve të drejtësisë në përputhje me vlerat tona të përbashkëta evropiane, pavarësisht dallimeve tona ligjore dhe sociale. Shpresoj që ky organizim për Parë Tiranë jo vetëm të arrijë këto qëllime, por edhe të jetë piknisja një tradite të mirë bashkëpunimi mes nesh, e cila të vijojë edhe më tej. Duke falenduar edhe një herë secilin prej jush për pranimin tuaj në Tiranë dhe për vëmendjen, ju uroj të gjithëve suksese dhe punime të mbarë konferencës. Zotë Metani, falenderit. Pjesë e rëndësishme e sistemit të drejtësisë në Shqipëri janë edhe 2 institucione kryesore që merren me gjyqtarët dhe prokurorët, respektivisht Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, të cilët kemi kënaqësi të kemi sot këtu drejtuesit me ne, por edhe anëtarët e këshillave disiplinore respektive të 2 këshillave. Tani kam kënaqësinë t'ia jap fjalën për përshëndetje kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Tibir Rusi. Zoti Rusi, fjala për ju. Mirëmëngjes të gjithëve. Struktura do një fjalë përshëndetse, por tek fjalët e inspektorit nuk ka vetëm fjalë përshëndetse, por pash edhe atë për të cilën kanë mision këto organe pushtetuese. Kjo fillon nga inspektori i lartësisë dhe organet të tjera të drejtësisë, nga prokuroria, Këshilli i Lartë Gjyqësor, prokurori i përgjithshëm, shkolla e magjistraturës. Dhe organet të tjera janë pjesë e një parte të re të strukturës së organeve të drejtësisë, për shkak të një reforme të kryer së fundmi në Shqipëri. Tashmë fjala përshëndetje nuk mund të shmanget edhe lidhe me një përshkrim institucional të institucionit të cilët u përfaqësoj. Edhe Këshilli i Lartë Gjyqësor ka të përbërjen e vet, përbërjet nga 11 anëtarë, të cilët 6 janë magjistratë gjyqtarë dhe 5 janë jo magjistratë. 2 nga radhët e avokatisë, 2 nga radhët e pedagogëve dhe shoqëria civile. Drejtimi i këtyre institucioneve bëhet nga anëtarët jo magjistratë, nëpërmjet një demokracie të brendshme që ka në këto organe, kur anëtarët votojnë për drejtuesit e tyre. Unë jam kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, por jam jurist pedagog, nuk jam jurist magjistrat, prandaj e bëra edhe këtë prezantim. Dhe pjesë e strukturës është edhe komisioni disiplinor dhe do doja të prezantoj një kryetarin e komisionit disiplinor, zotit Hador, i cili është prezent, zoti Muçi, i cili të dy janë anëtar magjistrat të Këshillit të Lartë Gjyqësor, dhe zoti Bali, që është anëtar jo magjistrat nga radha e avokatisë. E nisa me këtë lloj forme për të thënë që transparenca dhe e thëna ka shumë vlerë të madhe, sepse
edhe drejtësia këtë ka qëllimin. Në moment caktuar kohë të vlerësoj fakte dhe rrethana doga kohë më parë me qëllimin e vetë vendosjen e drejtësisë. Po drejtësia ka vlerën e vetë kur jepen, ashtu siç tha inspektori, nga magjistrat të përgjithshëm, të cilët në objektivin dhe në ndërgjegjen e tyre kanë pavarësi. Pavarësia është diçka që të cilën secili prej nesh e vlerëson vetë, sepse ne nuk jemi të pavarur, sepse jemi të varur nga ligj. Dhe prandaj ne çojmë te përgjegjësia, të dy përgjegjësi funksioni institucioni dhe përgjegjësi morale individuale. Kur këto të dyja shkojnë në një ka, atëherë rritet edhe pavarësia, e cila në fokus të saj ka integriteti. Dhe integriteti nuk ka të bëjë se sa njohuri profesionale ke, por se sa integritet ke në ushtrimin apo në përmbushjen e misionit për cilën ke. Dhe në një aspekt procedurial, Këshilla Gjyqësore është një organi i cili vlerëson përgjegjësinë disiplinore në rastin e magjistratëve gjyqtar, sipas disponimit të bërë nga ata të cilët e kanë këtë diskrecion për të vënë lëvizje Këshillin Gjyqësor për të vlerësuar përgjegjësinë disiplinore. Dhe pavarësisht nga përmbushja e detyrave kushtetuese, ajo që është e rëndësishme është bashkëpunimi institucional. Dhe për të kuptuar që secili kemi një pjesë në një detyre për të përmbushur misionin dhe qëllimin për të cilin këto organe ja krijuar. Bashkëpunimi institucional në rastin e inspektorit lartë drejtësisë të bëhet me shumë inspektime të cilat kryen dhe të theksoj faktin që këto inspektime janë kryer në një moment kohor jo të mirë të sistemit për shkak të vakancave të shumta që ka patur sistemi në lidhje me një proces të cilën ka qenë procesi i vlerësimit kandidatar të magjistratëve dhe ajo ka patur ato rrjedhojat e veta të cilat një rrjedhojë dukshme është që ka sjellë shumë vakanca në sistem dhe në përditshmëri nga ana Këshilla Gjyqësore ka qenë objektivi kryesor përmbushja e këtyre vakancave, por edhe në bashkëpunim me shkollën e magjistraturës, duke për vite të caktuara duke rritur numrin e kuotave, dhe sot kemi rreth 70% të sistemit të plotësuar dhe kemi pritshmëri të plotësuar. E them këtë për të që puna bëhet me burime njerëzore. Në këtë rast, burimet njerëzore janë evitar, sepse janë magjistratë gjyqtarë dhe është një funksion, përveçse nuk është një funksion në vetë, është një mision. Dhe misioni është përtej funksionit të vetë. Duke qenë një mision, në sistem ka magjistratë të ardhur risha, të cilët duhet të kuptojnë rëndësinë e punës të cilët ata me vullnetin e tyre e kanë përzgjedhur nëpërmjet vetes pjesë të shkollës magjistrature, përfundimin të studimeve dhe pjesë e sistemit. Jo gjithmonë mekanizmat e kontrollit janë ato të cilët të mbajnë në linjën e duhur, sepse puna në vetvete nuk mund bëhet me frikë, por puna bëhet me ndërgjegje. Dhe ndërgjegja natyrisht është një ndërgjegje e cila e udhëheq si mendjen ashtu edhe zemrën apo shpirtin për të përmbushur sa më mirë punë që ke për të bërë. Ne së fundi kemi shtuar edhe bashkëpunimin jo vetëm me inspektorin e drejtësisë, por edhe me Këshillin e Prokurorisë. Ne kemi konkretizuar edhe me marrëveshje të bashkëta me qëllim që ne e pasere të takohemi, jo të takohemi për shkak të një detyrimi ligjor, por sepse do të takohemi për të ndarë ato sfida të bashkëta që ne kemi. Tani inspektori i lartë i drejtësisë në këtë rast është dhe pararoj sepse është organi i drejtësisë me mandatin më të gjatë, është 10 vjeçar, dhe kjo ndodhi që ne kaloi duke bërë një organizim të tillë me inspektorët respektiv të disa vendeve të cilat në Ballkanin ku ne jetojmë marrin një vlerë tjetër. Por kjo tregon që pavarësisht nga përkatësia e shteteve përkatëse, drejtësia është e njëjtë. Dhe drejtësia ka një qëllim. Të japë të drejtë qytetarit dhe të lidhë besimit e ta. Dhe kjo është që kjo një gjeografi, duke përfshirë Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi, Serbinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, tregon që ne nuk bashkëpunojmë vetëm për një qëllim, që ne të jemi pjesë në një familje europiane, por ne do të bashkëpunojmë në të gjitha aspektet e tyre, siç është në rast. Në këtë rast, edhe të anëtarë Këshilla Gjyqësore kanë prezent, dhe sot do ta prezantojnë faktin që ne të shtrim bashkëpunimin edhe me këshillat respektive në këto vende, me qëllim për të ndarë dhe ndërvepruar në raport me përvojat e tyre, domethënë, sepse pavarësisht të tjerë ne jemi Ballkanas dhe ka përshtypje që mentaliteti po thuajse është i njëjtë. Po them është identik, por
nga të njëjtat kushte natyrore ndikojmë dhe besoj se edhe njeriu në formimin e vet dhe në idejet e veta kanë në thelb një formë, kështu që ky bashkëpunim do të shkojë në tezë me të rast si profesor Reci na udhëheq të ato misionet e veta të mira gjithmonë, domethënë, për t'i afruar sa më shumë jo vetëm institucione, por në rast të shqiptare, por të afruar institucione të rajonit, sepse kryet fjala është integrimi i tyre në Bashkimin Evropian. Unë uroj vetë për sekundu, ju uroj një se ardhe domethënë, po këto janë fjalë të zotit të shtëpisë, dhe natyrisht ju kujdes për të thënë. Unë uroj që vetë ja kaloni mirë, domethënë, por kur të ikni për këtë, ikni me mendje për të përsëritur, domethënë. Kjo është vetë më e mira domethënë, sepse për sa është një panel kaq i gjatë ditor, këtu ka vënë për të diskutuar shumë aspekte domethënë dhe vërtet inspektori do kujdeset që të publikojë edhe buletinin e kësaj konference me faktin jo për të reklamuar punën, por për të krijuar të arkivën e këtyre institucioneve, të cilën e theksori janë institucione të reja, jo se në Shqipëri nuk ka pak institucione të reja, por janë të formatuara si për institucionet e reja europiane, dhe besoj se është një gjë që ndon ndihmën e të gjithëve, që kjo gjë e nisur, jo tashmë është duke u krijuar, kur të krijohet të mbajë, sepse më e rëndësishme është ta mbash në standardin e duhur dhe institucionet e drejtësisë, po flas për këshillin largjësor tani, përpiqen në çdo moment që të ketë standarde të duhura me qëllimin e vetëm për të bërë sa më të besueshëm. Për ata të cilën i ideuan dhe i krijuan këto institucione, por njëkohësisht për të qenë sa më minjos edhe për ata të cilën na mbështetin në përditshmëri që janë partnerë në gjeografie shumë të gjerë. Kështu që unë uroj suksese në këtë. Ju takosh në darkë se përveç inspektorit që ka në një darkë dhe besoj se nuk e hequr kostumin zyrtar, bisedat janë më të thjeshta, por njëkohësisht ka më shumë kuptime, se sa një bisedë, një tavollim në të tillë zyrtar. Më mbar. Si faleminderit për mendimet tuaja. Natyrisht në panel kemi një institucion tjetër të rëndësishëm, që është Këshilli i Lartë i Prokurorisë, dhe unë kam kënaqësinë pa humbur kohë të jap fjalën zonjës Lirila Bogdani, kryetare fjala për ju. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për ftesën, për një organizim të rëndësishëm në veprimtarinë e shërbimit të inspektimit të funksioneve gjyqësore dhe prokuroriale. Është një aktivitet i rëndësishëm rajonal i cili përpiqet të flasë me të njëjtin gjuhë për vlera etike dhe profesionale lidhur me shërbimin gjyqësor dhe prokurorial. Jam këtu me 3 antarë të Komisionit të Disiplinës, me zotin Hoda, që është kryetari i saj, me zotin Staka, janë të 2 prokurorë karriere, dhe me zotin Gërmeni, që është një avokat me eksperiencë të gjatë në sistemin e drejtësisë. Të 3 pjesë e Komisionit të Disiplinës. Dua të theksoj që me fillimin e reformës, sfida kryesore ishte krijimi i institucioneve. Më mbrapa, sidomos vitin e fundit, është filluar shumë bashkëpunimi me institucionin e inspektorit lartë të drejtësisë, me Këshillin e Lartë gjyqësor dhe me të gjitha aktorët e tjerë në mënyrë që, siç e përmenda, të flasim të njëjtin gjuhë me të njëjtat vlera, qoftë nga aspektet profesionale, ato etike apo për çështjet e tjera të sistemit. Sfidë në ditët e sotme, të paktën si kemi parë edhe nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, mbetet në rast të parë formimi me këto vlera, pra formimi i magjistratëve, gjyqtarëve dhe prokurorëve, i cili realizohet kryesisht në shkolla e magjistraturës. E dyta është parandalimi për sa është e mundur që ato të kryen shkelje të natyrës profesionale apo etike. Kthehemi përpjekur që ta realizojmë nëpërmjet standardeve që realisht po përpiqemi për t'i vendosur në procesin e vlerësimit etik dhe profesional. Dhe në fund fare, pas parandalimit, të përpiqemi të ecem me ato standarde apo praktika që lidhen me ndëshkimin e magjistratëve. Kjo është një qasje e re, jo vetëm për sistemin, por edhe për institucionet tona. Shpresoj që tematikat e diskutimeve të jenë të larmishme dhe të gjitha palët të kenë mundësi të përfitojnë sa më shumë nga këto aktivitete.
Nuk po shtoj më shumë pas atyre që adresoi inspektori i lartë i drejtësisë dhe kryetari i Këshillit Lartë Gjyqësor, ju uroj punime të mbara dhe diskutime sa më të frytshme. Uroj që ka shijone qëndrimin në Tiranë. Unë të mbarë. Faleminderit zonja Bagdani dhe unë do doja të falenderoj specifikisht secilin nga titullarët, sepse ja dolëm që këtë pjesë ta mbarojmë jo vetëm brenda orarit të parashikuar, por edhe pak më përpara. Do thotë tani që kemi pushimin e kafes, do kemi mundësi të qëndrojmë pak më gjatë aty. Do doja thjesht të kujtoja që në dalje të sallës, ku është edhe zona e kafes, është vendosur edhe baneri i madh i konferencës. I konceptuar që aty si një mundësi për të bërë foto delegacionet më vete ose me njëri tjetrin, sipas dëshirës, pra shfrytëzoheni për të shenjuar dhe të kemi këtë 2 ditësh konferencë në Tiranë. Ju falenderoj dhe shihemi në 10:30. Arrivederci, che ha detto molto